Sonte për iftare kom Dafina Zeqirin edhe Mimoza Kadria, kështu që po du m'ju marrë me veti edhe të përgatitim bashkë iftare. Inshallah në dohin senet e mira. Fillimisht kam dekoruar tavolinën deri në detajin më të vogël. Vazhdojmë me përgatitjen e ushqimit, duke filluar nga hurmet e mbushura me gjalp kikiriku, ara, badem dhe çokoladë. Një sallatë me pul, ara dhe sheg, që ka një paraqitje të jashtëzakonshme, vezë të mbushura me tuna, të cilat i kemi zirë me lëngun e rrekës së kuqit për t'i dhënë gjyrë. Sigurisht në tryezat tona asnjëherë nuk mungon ushqimi tradicional, pra në këtë rast brumat, mantijat dhe pitet. Këpurdat të mbushura me spinaq, arë dhe djathë. Mishra dhe një rukolla sallatë me dardha të karamelizuara. Vazhdojmë me përgatitjen e kësaj buke që për mua mbetet gjithmonë mbi tresha tryezës. Dhe sa herë që përgatis i lë në hije ushqimet e tjera. Sarma me mish me fleta të lakrës. Një roze limonadë. Dhe për dezert kam vendosur të përgatis bakllavë me ara në formë trëndafili, që ka një pamje tepër bukur dhe jashtëzakonisht të shijshme. Ëmbëlsirën pavlova me mjetra të freskëta që mbetet e preferuara ime. Tryeza është gati e po ashtu edhe mysafirët e mia që kam gatuar me shumë dashuri për to. Sigurisht që në darkë ishin të pranishëm edhe shoqëria ime. E për çaj na u bashkua edhe Kaci, që me mirësinë dhe batutat e tij na e u bë edhe më e këndshme. Mirëmbëjtje.